Pozita e kryetarit të parlamentit duhet të jetë një pozitë unifikuese, pra, i përfaqëson të gjithë deputetët. Nuk mund të reduktohet në atë pozicionin se është vetëm një moderator në farë mënyre, por i përfaqëson të gjithë ata, prandaj unë nuk po e kuptoj lëvizjen vetëvendosje se si ajo ende vazhdon me të njëjtin propozim. Të them të drejtën po e kuptoj sepse e di pse edhe po e bën, por si këtë që e sjellë Shkodrani në pas se si nuk po mendojnë për qytetarët, për problemet që i kanë me të gjitha ato që po ballafaqohen, mirë po që ja janë tekur në këtë person dhe nuk dëshirojnë ta ndrojnë. Arsyet pse ata mendoj që e mbajnë të njëjtin person është e para është që nuk dëshirojnë ta përjetojnë këtë si një humbje të parë nga ish opozita se ja që hoqën dorë, sepse ju kujtohet kur u bë verifikimi i mandateve, komisioni megjithatë pranoi ta tejkaloj atë ngërç duke i marrë të mirëqena deklaratat e personave që e përfaqësonin vetëvendosjen se i kanë vënë ndërheqje.